Kur akon shefi shtabit që unë jem për herë të parë i invitu zgjedhjet, mu më vike mare që shmboni hero mu. Më vike hero e më vike përbes më vike mare. Jo kë, për dhe 10 si kolegu im mu bo, nuk mujnë sepse unë jam me kilometra largë. Përmende që dikur kam qenë, më thonë, pjesë e shtabit e ti, shefi shtabit e ti, ja kam mësu edhe komunikimin verbal, edhe jo verbal, edhe grimasa si duhet bënë kamere, etjere, dhe për atë pjesë nuk e bi pishman absolutisht. Faleminderit. Mirë që po duke dojnë temën e radhës. Po i pranon një pjesë të madhe të punëve, sepse ky dikur kur folke në për media për mu, kur akon shefi shtabit që unë jem për herë të parë i invitu zgjedhjet, mu më vike mare që shmboni hero mu. Më vike hero e më vike përbes më vike mare, sa i takon energjisë, ju lutem, sa i takon energjisë, vrullit, sa i takon kushtimit, sa i takon angazhimit, sa i takon komunikimit, edhe punësime në teren, me njerëz në teren, jo kë, për dhe 10 si kolegu im mu bo, nuk mujnë sepse unë jam me kilometra largë nga pikpamja angazhimit për kushtimit dhe ndëshmërisë e guzimit. Nuk jam person që kam dëshirë që bëj vetë lavdrime natyrisht, dhe kjo nuk është në etikën time, që të lavdrojmë se çfarë energji kam. Jeta unë vin nga bota e mësimdhënies, më thonë jam person i cili i kam kushtu jetës akademike, natyrisht me angazhimet nga më të ndryshme në politikë, në kulturë, në arsim, etjere, pra ndaj qytetarët le të na vlerësojnë dhe më thënë se sa jemi kush e kilometra largë. Unë kryetarit aktual me që përmende që dikur kam qenë, më thënë pjesë e shtabit e ti, shefi shtabit e ti, ja kam mësu edhe komunikimin verbal, edhe jo verbal, edhe grimasa si duhet bënë kamere, etjere, dhe për atë pjesë nuk e bi pishman absolutisht, por kur nuk kam qenë pjesë e bashkëpunimit në ekzekutive tillë dhe na kanë dhënë kjo pjesë e botës, natyrisht. Replikat e fundit që temë. Kolegu im i nderuar është i njohur për këto çata. Po për punë e për menaxhim, qytetari din kush është. Jeta dhe shpak, për punë e menaxhim ju thash që asnjë projekt kapital nuk ka përfunduar në Rahovec. 12 vjet është menaxhu 200 nëse mirët parasysh perioda kohore 3 mandate që i ka pas, pothuajse jo të plotë 3 mandate, pothuajse 3 mandate, 200 milion euro në dispozicion, asnjë projekt kapital nuk e ka përfunduar më sot. Pra kjo është për keqardhje, ju lutem. Ndëruar Jeta, po 5 shkolla për me buxhet komunës Rahovecit e 12 vjet, nuk është pak 5 shkolla, edhe 10 shkollat ishin kryp 15, 12 vjet janë pyetje. Se 3 qerdhe, krejt me buxhet Rahovec, madje edhe kjo në zërgjë tash e pëndurët me buxhet Rahovec, madje edhe ajo në ratkos me buxhet Rahovec, 18 fusha sportive, kompleksi sportiv, krejt me buxhet Rahovecit, përveç barin sintetik me bashkëpunim me Federatën e Futbollit që kemi bu me Turqinë. Pra, janë projektet e cilat kanë lanë gjurëm të aktiviteteve tona, unë me parat mija si kam po, me parat buxhetit qytetarëve, mirë po kjo është fuqia, kjo është forca ndryshimit, forca ndryshimit, Jeta. Duhet kemi, ju thash, një qasje korekte në perceptimin real të kuptimit problemeve qytetarëve, të infrastrukturës, shëndetësisë, mjekësisë, bujqësisë sidomos, nuk e preken fare sot bujqësinë, pra unë jam Rahovecas me krenari, po e them, dhe nuk është mirë me thënë që vetë lavdrohemi në këtë rast. Pra, ju thash, nuk bën pjesë, për shembull e përmendi fushën, në Rahovec nuk kemi stadium ende, realisht. Nuk kemi stadium futbollit, kemi vetëm një qendër rekreative sportive që mund ta ketë secili fshat në botën perëndimore këtë. Nuk kemi as tribinas, nuk kemi kurrë, pra për sa i përket pjesës së sportit, është jashtëzakonisht në deficit në total. Kompleksi sportiv është ndërtuar madje edhe faza e tretë dhe përfundimtare tash edhe kanë filluar edhe parkingjet, edhe tribunat, pra aty luhen ndeshje kampionale. Është fushë certifikuar nga Ministria e Kulturës dhe Federata e Futbollit. Ndërsa pse s'kemi stadium, le ta pyet kandidatin për kryetar të Prishtinës, ish ministrin e respektoj, pse nuk ka stadium ende në Rahovec? Kam kërkesën, kam kërkuar mja marr procedurat të prokurimit në mënyrë që mos përsëritet fati palesës sportive Miza Eri. Nuk mund të mirë procedurat. Ju lutem.